Kryqi i Kuq Shqiptar në Lushnjë organizoi një konkurs me vizatime me fëmijët e shkollave nëntëvjeçare. Aktiviteti u mbajt në ambientet e Muzeut Historik të qytetit dhe në stendat e krijuara u prezantuan punimet e nxënësve. Temat e punimeve ishin për veprimtarinë e Kryqit të Kuq. Sekretarja e Kryqit të Lushnjës, Luiza Petova, tha se punimet fituese të konkursit do të përfaqësojnë Lushnjën në konkursin kombëtar në Tiranë. Neve sot kemi një aktivitet, por kemi hapur një konkurs vizatimi me fëmijët e shkollave nëntëvjeçare. Ky aktivitet bëhet në kuadër të 8 majit, që është dita botërore e Kryqit të Kuq, dhe të gjitha degët në të gjithë Shqipërinë përgatisin punime, hapin këto ekspozita dhe pastaj punimet më të mira çojnë në Tiranë, ku hapet një ekspozit kombëtare me pjesëmarrjen e të gjithë degëve të Kryqit të Kuq nga gjithë Shqipëria. Edhe sot kanë marrë pjesë këtu nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, të Fotopukës, Lori Kazazi, Skënder Liboova, Kongresi, 4 dëshmorët. I falenderoj të gjithë drejtuesit e shkollave, mësuesit e vizatimit, nxënësit pjesëmarrës se kanë sjell punime shumë të bukura këto. Shumë nxënës paraqitën punimet e tyre dhe në fund juria vlerësoi fituesit, ku çmimin e parë e mori nxënësja Shire Greca. Po, është një pikturë domethënë me temën e Kryqit të Kuq, ku tregohet ndihma e parë pas një aksidenti me makinë i pasagjerit. Ndjem shumë e kënaqur me këtë, kam punuar shumë për këtë vizatim dhe më pëlqen shumë. Disa fëmijë të Kryqit të Kuq duke ndihmuar fëmijë të sëmbur, duke i shëruar. Të gjithë janë fëmijë. Në 8 maj, punimet më të mira do të përfaqësojnë Lushnjën në konkursin kombëtar të Kryqit të Kuq në Tiranë. Prokuroria e Fierit mbylli hetimet për vrasjen e efektivit të forcave shqiponja në Vrus Senaliej në maj të vitit 2024 dhe dërgoi për gjykim autorin e vrasjes Azgan Mërnica. Në njoftimin e prokurorisë Fier thuhet se hetimet përfunduan dhe u dërgua në gjyq shtetësi AM për veprën penale vrasja e punonjësve të policisë së shtetit, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit dhe drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Nga hetimet e kryera mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, u provua se më datë 13/5/2024, rreth orës 13:30 në fshatin Baltës, njësia administrative Dërmenas, Bashkia Fier, i pandehur AM ka vrarë me armë zjarri punonjësin e policisë së shtetit në C, i cili mbante veshur uniforman e forcave speciale shqiponja që e bënte lehtësisht të dallueshme cilësinë e tij. Konflikti mes viktimës dhe të pandehurit ka lindur për shkak se ky i fundit, ndërsa drejtonte automjetin e tij, është futur në kthes me shpejtësi, pa kontrolluar rrugën, duke përbërë rrezik për përdoruesit e rrugës. Viktima i ka tërhequr vëmendjen të pandehurit për këtë veprim, shkak për të cilin i pandehuri ka ndaluar automjetin e tij, ka zbritur prej tij me çantën ku kishte armën e zjarrit dhe ndërsa shkonte drejt viktimës, i cili nuk ishte dal nga mjeti i tij, ka nxjerr armën e zjarrit të llojit pistolet që mbante me vete dhe ka shton drejt fytyrës së viktimës në C, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për hetimin e shpejtë dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryen krime kundër jetës dhe autoritetit të shtetit. Ministria e Brendshme ka njoftuar se brenda 3 ditëve mund të pajisemi me kartë identiteti, nga 14 ditë që ishte më parë, nga kompania shtetërore e prodhimit të dokumenteve biometrike Identity Tech. Sipas ministrisë, me këtë shërbim të ri qytetarët shqiptar, përmes një pagese prej 3.000 lekësh, mund të pajisen me letër njoftimi elektronik brenda 3 ditësh. Shërbimi është krijuar për të lehtësuar dhe përshpejtuar procesin e aplikimit, duke u ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë urgjente për dokumentin e tyre të identifikimit. Procedura e përshpejtuar është veçanërisht e dobishme për emigrantët, të cilët qëndrojnë për pak ditë në Shqipëri, si dhe për të gjithë ata që kanë nevojë të marrin shpejt kartën e tyre të identitetit, qoftë për arsye personale, profesionale apo administrative. Por si mund të aplikojnë qytetarët për të marrë këtë shërbim? Blihet kuponi me procedurë të përshpejtuar, merrni me vete dokumentin e vjetër ose vetë deklarimin e humbjes ose vjedhjes nga e-Albania. Bëni aplikimin në një nga zyrat e Identity Tech, tërhiqni kartën e re po aty ku keni bërë aplikimin. Një 120 raste të reja me kancer gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025 në Spitalin Rajonal të Fierit. Mjekja onkologe Anisa Mone thot se janë prekur kryesisht moshat e treta, ndërsa vjetër edhe një rritje e numrit të prekurve tek grup moshat e reja.
Fatkeqësisht vjet re një rritje e numrit të rasteve të pacientëve të diagnostikuara me sëmundje malinje në qytetin e Fierit. Aktualisht për vitin 2025 për këto 3 muaj janë diagnostikuar afërsisht 120 pacientë. Pjesa më e madhe e cilëve janë moshat e treta, që ndiqen me trajtim paliativ për dhimbjen apo angesat që ato kanë. Vjet re një rritje e numrit të rasteve dhe tek moshat e reja, dhe kjo ngre theksin dhe rëndësinë e kryerjes së testeve depistuese, jo vetëm të ekzaminimeve atëherë kur kanë ankesa, por dhe kur janë asimptomatik. Është ulur pragu i kryerjes së testeve depistuese. Mamografia bëhet nga të gjitha gratë nga 40 vjeç e sipër, ndërsa kolonoskopia tek të gjithë meshkujt dhe femrat mbi 45 vjeç. Shkaqet kryesore të shkaktimit të sëmundjeve malinje, përveç faktorit gjenetik, rëndësia kryesore është stili jetesës, jeta sedentare, keq ushqyerja si dhe veset, duhanpirja, alkooli. Faktorë të tjerë mund të përmendin lindjen në mosha të madhe, mos ushqyerjen e fëmijëve me gji dhe shkaqe të tjera. Gjatë këtij 3 mujori të parë të vitit, vjet re gjithashtu një rritje e numrit të femrave të prekura me kancer gjiri dhe kolorektal. Ndajmone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të kapet në fazë të hershme. Vjet re një rritje e numrit të rasteve tek femrat të diagnostikuara me kancer gjiri dhe me kancer kolorektal, ndërsa tek meshkujt diagnozat kryesore janë kanceri i pulmonit, kanceri kolorektal dhe kanceri i prostatës. Mjekja onkologe ka pohuar gjithashtu se në spitalin rajonal të Fierit, pacientët trajtohen me kimioterapi dhe mungesë barnash nuk ka patur asnjëherë, ndërsa ka theksuar faktin se fal terapive, një pjesë e mirë e të prekurve të diagnostikuar në fazë të hershme, jo vetëm që janë përmirësuar, por edhe janë shëruar plotësisht. Aktualisht në spitalin tonë dhe në të gjitha qytetet e tjera trajtojnë të gjitha diagnozat kryesore me kimioterapi dhe terapi të targetuar. Aktualisht nuk kemi mungesa në medikamente, ndërsa në spitalin onkologjik QSUT bëhet trajtimi të gjitha diagnozave sipas protokolleve ndërkombëtare dhe numri i medikamenteve, terapive të targetuara dhe imunoterapive është rritur ndjeshëm. Testet depistuese duhet të bëhen nga të gjithë, sipas grup moshave, riskut individual apo dhe faktorëve gjenetik që secili nga ne dhe predispozitës familjare që ka. Kryet testeve depistuese, kryerja e mamografisë, e kolonoskopisë, e pap testit apo dhe ekzaminimeve imazherike për të zbuluar kancerin e pulmonit në pacientë që kanë risk apo familjar të prekur faktor gjenetik. Përballë kësaj situate, mjekja Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të mos diagnostikohet në stade të avancuara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në fillim të konferencës së sotme për shtyp mbante në tavolinë një buf, që lidhet me epitetin të cilin ja ka vendosur kryeministri Edi Rama. Kur e shef trokullisë të tjetri, edhe mund ta lësh trokullisë gjerë në fund, po edhe mund t'ja ndalish diku rrugën që të mos përfundoj fare në huner. Dhe unë ja paraqita për t'i thënë, ke një deficit kulturor të tmerrshëm dhe kundërshtarin po e bën simbol të mençurisë, diturisë dhe të vendimit, po nuk është kjo detyra jote të lavdosh kundërshtarin. Kryeministri Edi Rama më parë në Facebook ka folur për bufin e Kirnetas, epitet me të cilin i është referuar kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke thënë se bufi Kirnetas është një plaçkitës folesh, i cili konsiderohet një rrezik edhe për shpendët shtëpiak. Ai jeton mes varranikëve dhe amfibëve, me të cilët shuan edhe urinë. Trupi i tij grumbullon pesticide dhe helmet kundër brejtësve, çka e bën atë helmues vet. Konsiderohet edhe një specie shumë armiqësore ndaj diversitetit. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha këtyre epiteteve ju përgjigj edhe me prezantimin e logos me numrin 1 të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Ata që votojnë për Partinë Demokratike janë nisha, tha ai. Në të gjitha librat përshkruhet si më i miri, si i pari, dhe kur fati që është sa hyjnor dhe toksor i ra Partisë Demokratike të ketë këtë numër, entuziazmi i demokratëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, por në tërësi shqiptarëve, ishte dhe është jashtëzakonisht i madh. Pra, ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria Madhështore votojnë nishin. De facto janë nisha.
Data e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, sipas presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, do të shpallet shumë shpejt, duke respektuar afatet kushtetuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përmes një shkrese zyrtare, njoftoi presidencën pas certifikimit të rezultatit elektoral. Pak më parë ka ardhur dhe shkresa zyrtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Presidencën e Republikës së Kosovës, ku na njoftojnë me rezultatet e zgjedhjeve të certifikuara, mënyrën se si ndohen ato ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, siç e dini tani ka një afat prej 30 ditësh. Është një afat kushtetues, një afat ligjor, i cili parashihet për thirrjen e seancës konstituive. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance, në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem saktë, mirë, por shumë shpejt do ta kemi edhe datën. Presidenti Osmani, bazuar në Kushtetutën e Kosovës, 30 ditë që nga data e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga KQZ-ja, duhet të thërrasë seancën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku lëvizja vetvendosja ka fituar 42.30%, Partia Demokratike e Kosovës 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës 18.27% dhe koalicioni AAK Nisma 7.0.6%.